Organizata e policisë së shtetit mbushi plot 113 vite nga krijimi i saj, për të përkujtuar këtë ditë si dhe kontributin e mira efektivave që kanë shërbyer apo shërbejnë me uniformën e policisë, në të gjithë vendin u organizuan aktivitete të posaçme, ku në Tiranë kreu i dikasterit blu Ilir Ploda nderoi 231 dëshmorë të atdehut, ndërsa pati edhe një mesazh për besueshmërinë e organizatës që drejton. Që nga dita kur plaku i mençur Ismail Qemali, kryeministri i kohës, vendosi krijimin e policisë, e cila përgjatë rrugtimit të saj ka qenë dhe mbetet kur themeli i rendit, i ligjit, stabilitetit shoqëror, por edhe simboli i bashkimit kombëtar. Gjatë këtyre 113 viteve, 231 punonjës policie, 231 dëshmorë, më të mirët prej nesh, dhanë gjithçka, duke vendosur jetën e tyre mbi çdo rrezik për të mbrojtur qytetarët dhe ligjin. Ne jemi ajo që bëjmë, jo ajo që flitet për ne, nëpërmjet sulmeve dhe përballjes së padrejtë ndaj kontributit të mira burrave dhe grave, djemve dhe vajzave që sakrifikojnë çdo ditë për të mirën e përgjithshme. Zëvendës ministri i Brendshëm Xhemal Çefalia tha se motoja e uniformave blu është rend, siguri dhe ligjshmëri. Sot policia e shtetit është në një transformim të vazhdueshëm, profesional, modern, më i orientuar drejt standardeve europiane. Angazhimi ynë është i qartë, rend, siguri dhe ligjshmëri. Pas çdo polici ka një nën që lutet dhe një fëmijë që pret. Në takimin organizuar ishin të pranishëm edhe kreu i SPAK Klodian Braho, drejtori i Byros Kombëtare të Hetimit Joni Keta, si dhe misionet ndërkombëtare që asistojnë dikasterin blu. Në këtë ditë historike, u nderuan disa nga repartet më të rëndësishme të policisë, drejtues, si dhe u dhanë certifikata mirënjohje për kontributet të larta në punë.